Fondacioni Begjet Pacolli ka nisur aksionin humanitar të shpërndarjes së pakove ushqimore për familjet në nevojë në prag dhe gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Ky aktivitet tradicional synon të mbështes familjet me gjendje të rënduar ekonomike, duke u siguruar atyre produkte bazë ushqimore për përballimin e kësaj periudhe. Sipas njoftimit zyrtar, qindra familje në komuna të ndryshme të vendit kanë përfituar nga ky aksion solidariteti. Pakot përmbajnë artikujt esencial si miell, vaj, oriz, makarona, sheqer, krip, mish, produkte të konservuara dhe produkte të tjera të domosdoshme për tryezën e iftarit. Drejtoresha e fondacionit, Fjolla Ramadani, theksoi se muaji i Ramazanit është një periudhë reflektimi, solidaritetit dhe përkujdesje ndaj atyre që kanë më pak. Ajo u shpreh se fondacioni mbetet i përkushtuar që përmes aktiviteteve konkrete të qëndroj pranë familjeve në nevojë, jo vetëm gjatë festave fetare, por gjatë gjithë vitit. Qëllimi ynë është që asnjë familje të mos ndihet e harruar në këtë muaj të shenjtë. Solidariteti dhe ndihma reciproke janë vlera që duhet i kultivojmë vazhdimisht si shoqëri, theksoi Ramadani. Përfituesit e pakove ushqimore kanë falenderuar fondacionin për mbështetjen, duke theksuar se ndihma e ofruar lehtëson ndjeshëm barrën financiare gjatë kësaj periudhe. Ky aksion është pjesë e misionit afatgjat të fondacionit për të kontribuar në mirëqenien sociale dhe për të promovuar frymën e solidaritetit në vend.